Përshëndetje miq, deputeti I Rilindjes Erion Braçe ka dalë me skemën e tij më të fundit, skemë të cilën ai e përsërit her pas here, dhe ka dalë në një televizion kombëtar duke I folur shqiptarëve për hallet e mëdha të vendit, hallet e mëdha të shqiptarëve, problemet e mëdha të kryeqytetit, parkingu, varfëria, mjerimi, si nuk po funksionon kjo qeveri, dhe kjo është skemë tipike dhe klasike e cila tregon rënien e tyre dhe rënien e regjimit të rilindjes shumë shpejt. Këto janë taktika tipike të manipulimit masiv të njerëzve, sikur këta nuk kanë qenë 14 vjet, 13 vjet që qeverisin Shqipërinë pra. Ai del dhe bën teatr me gazetarin apo gazetaren tek televizionet që I shërbejnë Edi Ramës, dhe thotë që situata në vend është shumë e rëndë, ka problematika të mëdha dhe unë nuk pranoj të jem pjesë e kësaj situate. Situata në Shqipëri është e rëndë dhe unë nuk flas me Edi Ramën. E gjithë situata është që të krijojmë një skemë tipike të manipulimit masiv, e cila ka për qëllim të thotë shqiptarëve që këta nuk janë të gjithë njësoj, ka për synim të ruaj bazën socialiste dhe elektoratin e majt, duke u treguar atyre që nuk ka pse të shkoni tek pjesa tjetër e opozitës, qëndroni këtu, sepse ne kemi njerëz të cilët janë vetë kundër vetë qeverisjes, prandaj Braçe tha maggioranza sot ka nevojë për një pasqyrë, dhe unë duhet të jem pasqyra ku ne socialistët shihemi mëngjes për mëngjes. Kjo është mënyrë e lëvizjes strategjike për t'i treguar shqiptarëve që barka, edhe nëse fundoset, nuk duhet të shkoni tek forcat alternative, nuk duhet shkoni tek lëvizjet e tjera, nuk duhet shkoni tek drejtues të tjerë, duhet qëndroni brenda oborrit të Partisë Socialiste. Dhe ky është tregues I qartë që tregon që barka e rilindjes po fundoset. Ata nxjerrin vazhdimisht njerëz të cilët thonë me skemën e tyre të re tashmë, me taktikën e re, ne nuk ishim dakord, ne nuk kemi qenë pjesë e kësaj, ne nuk kemi ditur, ne kemi denoncuar, ne kur nuk do të jemi dakord, ne jemi njerëz të mirë si shqiptar të thjeshtë, dhe kjo është skemë tipike dhe klasike e mashtrimit politik, skemë politike klasike e mashtrimit për të mbajtur shqiptarët pas një rene, dhe në këtë skemë të mashtrimit janë në bashkëpunim Edi Rama bashkë me mediat e tij në Tiranë, të cilët I kanë ndarë rolet në mënyrë perfekte për të gënjur shqiptarët përpara se barka të mbyllet në këto momente turbulente. Sonte në mbrëmje, në 20 ose 23:10 maksimumi në mbrëmje, do të jemi në një bisedë për të treguar çfarë po ndodh në kulisat e Tiranës dhe si pritet të rrëzohet regjimi.